Bismillah. Medinja Resulullahit është harem, territor i shenjtë. Disa mësime, disa rregulla për vizitorët e qytetit të Resulullahit. Allahu e ka bërë Mekën dhe Medinën vend të shenjtë. Arsye pse disa gjana ndalohen në Mekë dhe në Medinë është për shkak të rëndësisë së këtyre dy qyteteve tek Allahu. Ibrahimi a.s. e bari Mekën harem të shenjtë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bari Medinën pra të shenjtë. Resulullah i tha: "Inna Ibrahima harrama Mekka wa inni harramtu al-Medina." Ibrahimi e bani Mekën harem të shenjtë, unë e bana Medinën harem të shenjtë. Rregulla tjera të shenjtërisë të Medinës. Nuk lejohet mbahet armë për luftë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk lejohet të mbahet arma për luftë në këtë vend, pra në Medinë. Tjetra, nuk lejohet gjuetia e kafshëve të egra. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wala yusadu sayduha." Nuk duhet të gjuhet kafsha e egër aty. Tjetra, nuk prehen pemt në Medinë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk prehen pemt të këtij vendi në Medinë. Tjetra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk duhet, shiko ku ka shku edhe kujdesi, nuk duhet goditët pema për të marrë gjethet. Me i ra pemës, me i shkun gjethet, nuk lejohet. Përveç se kur duhet ushqim për kafshët. Transmeton këtë hadith Imam Muslimi. Tjetra, ndalimi i novatorive fetare, bidateve dhe banimi i njeriu të gabum, jo të mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala 'adl." Kush bën ndonjë veprim punë bidat në Medinë, ose strehohet dikush që bën bidate, mbi të është mallkimi i Allahut, mallkimi i melaqeve dhe mallkimi i gjithë njerëzve. Nuk pranohet prej tij asnjë ibadet farz dhe as vepra të shtesë, pra nafile. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Këto janë të ndalume në Medinën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra që duhet të kujtojmë, mbrojtja e Medinës nga Dexhalli dhe frika e tij. Kur njerëzit dëgjojnë për Dexhallin, kanë me pas frikë. Dhe do t'iken nëpër male përveç se Medinës, sepse frika e tij nuk hyn në Medinë, frika e Dexhallit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë: "La yadkhulul Medinata ru'bul Mesih ad-Dajjal." Frika robi Mesih ad-Dajjal nuk ka me hy në Medinën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, mbrojtja e Medinës nga smundjet, dhe Medinja ka melaqe që e ruajnë këtë qytet. Resulullah na mëson se nuk hyn smundja e murtajës, epidemisë në Medinë. Allahu e ka mbrojt Medinën nga smundjet e murtajës, e cila është shumë ngjitse dhe shkatruese. Ai ka vendosur, Allahu azza wa jall ka vendosur melaqe në të gjitha rrugët e qytetit që ndalojnë hyrjen e smundjeve. Hadithi për këtë është Resulullah thot: "Ala anqabil Medina malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal." Në hyrjet Medinës ka melaqe, aty nuk hyn murtaje dhe as Dexhalli. Prej
specifikave të shenjtërisë së Medinës është edhe melaqet e mbrojnë. Nga siguria e Medinës së Rasulullahit është edhe fakti se Allahu Azza wa Jall e ka nderu me melaqe që e mbrojnë prej Dexhallit. Gjitha rrugët e qytetit pra janë të mbrojtura prej melaqe.